Ndarja e parave nga qeveria e Kosovës mund të jetë proces i lehtë edhe kur bëhet fjalë për veriun e Kosovës, por implementimi i tyre nuk duket të jetë i lehtë. Për këtë arsye, qeveria e Kosovës do të nënshkruajë një memorandum mirëkuptimi me Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar për zbatimin e investimeve në këtë pjesë. Zëdhënësi Memli Krasniqi tha se kjo nuk është diçka e re. Po ashtu edhe në të kaluarën e kemi pas projekte infrastrukturore të cilat janë implementuar nga ana e organizatave të ndryshme të huaja, kryesisht amerikane apo ndërkombëtare. Krasniqi thotë se përdoret kjo formë në mënyrë që të arrihet një rezultat sa më i mirë. Përmes bashkëpunimit me USAID-in, ne besojmë se do të ketë edhe një eficiencë më të madhe, një transparencë të plotë për mënyrën e shpenzimit të fondeve të ndara. Ai pranon se situata në komunat veriore është ndryshe prej të tjerave, por mohon që bashkëpunimi me USAID-in bëhet për shkak se i mungon autoriteti i qeverisë më tonë hibrid. Zëdhënësi i qeverisë tha se nuk e di nëse Agjencia Amerikane do ndihmojë me mjete në këto investime. Sipas Krasniqit, kjo do të specifikohet në memorandum. Ndërkohë Klan Kosova mëson se investimet do të ketë edhe nga taksa paguesit amerikan. Zyrtarët e USAID-s nuk kanë dashur të flasin për këtë gjë.